Ja ku kthejmë përsëri shikues të nderuar, jemi me zotin Sina. Tani po flasim për opozitën. Rezultati i zgjedhjeve në bashki është 54-7. Pa marrë parasysh ato anët teknike, pretendimet që ngre opozita. Si e vlerësoni juve? Cilat kanë qenë problemet e opozitës? Opozita ka dy probleme. Problemi i parë është dihet ajo, është ndarja e saj. Opozita me ndarjen e saj, me opozitën e vulës, siç e quajnë ata, dhe opozitën e fortores, pra grupimi i vulës dhe grupimi i Berishës, i solli një dëm të madh opozitës. Edhe një dëm edhe më të madh ja solli edhe 2019. Tërheqja nga zgjedhjet lokale në vitin 2019. Tërheqja nga parlamenti në vitin 2017. 2019 dhe 2019. Pra, lënia e pushtetit dhe lënia e një hapësire aq të madhe pushteti Partisë Socialiste e bëri që opozita të vinte në këto zgjedhje, të vinte me forca të shteruara, të vinte një opozitë që s'kishte as edhe një lloj kredibiliteti përpara votuesve, jo vetëm tek partia, tek votuesit e djathtë dhe tek opozitarët, po s'kishte edhe tek ajo pjesa që quhet pjesa eminenca e zgjedhjeve, që është pjesa gri. Kjo eminencë as që nuk donte t'ia dinte se është Partia Demokratike apo kush është kjo opozitë që duhej votuar. Por ajo pra që e la bëshllikun më të madh dhe e krijoi një dëm të madh është çarja e saj, e cila nuk u riparua dhe nuk e di, nuk jam aq optimist dhe nuk jam ai që do t'japja një prognozë që të bëja se mund të bashkohet dhe se si do të bashkohet, por çarja atyre dhe marrja më tepër me njëri tjetrin, sesa me një alternativë që do të kishte opozita në këto zgjedhje, bëri që këto zgjedhje të humbeshin në mënyrë kaq të madhe dhe kaq shqetësuese do të thoja për vetë pushtetin, sa që edhe vetë pushtetarët, edhe vetë kryeministri dhe pushtetarët sot e shohin se opozita, fitoria atyre është tek shkatrimi i opozitës dhe mospasja e një opozite. Duke mos pas një opozitë siç duhet, duke mos pas një opozitë që të japë një alternativë tjetër, mbasi ky pushtet mbas 10 vjetëve i ka konsumuar të gjitha alternativat e saja. Ishte rasti më i mirë dhe këtë rast unë mendoj, në rast se do të punoj opozita, zgjedhjet e 14 majit duhet të jenë një sinjal dhe një sinjal alarmi për opozitën dhe Partinë Demokratike për të nxjerrë mësime për në 2025-ën, 2024-ën. Në zgjedhjet e 2025-ët, Partia Demokratike duhet të nxjerrë mësimet dhe opozita përgjithësisht, se kur flasim Partia Demokratike, natyrisht si partia më e madhe, flasim edhe për opozitën. Opozita duhet dalë me mësime, jo të ndjekë atë rrugën që kanë ndjekur deri tashti. Rrugët që janë ndjekur deri tashti janë të konsumuara, na i vodhën, na manipuluan, na bën këtë, na bën atë. Pushteti do t'i bëjë të gjitha, ato dihen. Duhet ta harroj opozita këtë lloj mënyre të reagimit mbas zgjedhjeve. Opozita mbas zgjedhjeve duhet i kthehet në radhë të parë, duhet i kthehet vetvetes. Duhet ta kërkoj ke vetvetja humbin, para se ta kërkoj te pushteti. Mbasi të nxjerrë rezultatin tek vetvetja, atëherë ti kthehet te pushteti. Kjo mungesat e saja dhe ato që ka gjetur opozita si shkas, ose që ka gjetur provat të cilat tregojnë manipulimin e ato, sot Shqipëria është antare e NATO-s, është pretendente për të hyrë në Europë, ka ligje, ka çdo gjë që mundet opozita ta kërkojë, dhe kjo nuk mund ta justifikojë opozitën për ta kërkuar, por nuk mund ta justifikojë opozitën edhe për të pretenduar se nuk ka problemet e veta brenda. Pra, opozita në radhë parë duhet gjejë problemet e veta brenda. Po, brenda saj. Zoti Sina, po qenia non grata
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e zotit Sali Berisha, a është dhe a ka influencuar tek votuesit? Shumë. Kjo ka influencuar shumë dhe ka ndikimin më të madh tek zgjedhësit. Se kjo ka edhe për është dytësore, është ana më e prekshme aty në këto zgjedhje, të lidhur me këtë. Se çdo gjë që lidhet me zgjedhjen në Shqipëri, vazhdimisht lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me atë pro-amerikanizmin e shqiptarëve, që çdo gjë që bëhet në Shqipëri, në çdo zgjedhje, jo vetëm këto, prej 90-s, prej kur Ryerson ishte ambasadori i parë dhe dha atë kontributin e vet atje me emrin e Amerikës dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sjelljen e Partisë Demokratike në pushtet, mbasi zgjedhjet e para u fituan përsëri nga partia në pushtet e atëhershme, Partia Socialiste, ish Partia e Punës. Ndryshimi drastik i atyre zgjedhjeve të 22 prillit të 92-shit erdhen vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një rol të madh në Shqipëri dhe kanë ndikim në çdo zgjedhje që zhvillohen. Dënimi i Berishës, dënimi në thojza, pra masa që morën ndaj Berishës për ta shpallur non grata në zgjedhjet e kaluara, e ruan atë efektin e saj, mbasi shqiptarët Amerikën e shohin si një aleate, si njeriu që mikun më të mirë që e do Shqipërinë. Dhe në rast se ty të dënon Amerika dhe të merr masa Amerika ndaj teje, atëherë kjo ndikon edhe tek votuesit. Votuesit, jo vetëm votuesit e majt, ose ata, kjo pjesa gri e votuesve, që nuk voton dhe nuk s'ka për të votuar kurrë. Por problemet më mëdha janë brenda Partisë Demokratike dhe si kartë përdoret ende ajo që Berisha është non grata. Ne kemi vretur në fushatën elektorale si Bekon, si Ali Bejaj, si Bashën dhe kushdo nga grupi, nga pjesa e Partisë Demokratike zyrtare që njihet, pra ajo që ka vulën, ajo. Luftën më të madhe e bën me këtë kartë, duke luajtur kartën e asaj që ju nëse nuk na doni ne, që t'jemi ne Partia Demokratike, do të jeni kundër Amerikës, pa atëherë votoni një që është kundër Amerikës. Pra, kjo lun atë kartën që dëmin më të madh në këtë periudhë është ajo që dënimi i Berishës ka sjell dëmë të masa, pra që kanë marrë për Berishën, për ndalimin e tij për hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndikuar shumë në Shqipëri dhe ka sjellur pasoja që këto vetëm do të unë mendoj se do të kalohen ose do të riparohen ky imazh, pra ky ndikim, vetëm në rast se ndryshon edhe qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse ndryshon qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me masat që ka marrë ndaj ish kryeministit Berisha, ish presidentit Berisha dhe ish kryetarit Partisë Demokratike Sali Berishës, atëherë unë mendoj se nuk do të ketë ndikim më dhe atëherë do të ndryshojnë gjërat dhe Partia Demokratike vjen në pushtet. Po më lehtë është të ndryshojë një njeri se sa të ndryshojnë dy shtete, por unë ju falenderoj për këtë analizë, do të thosha shumë profesionale. Shife, të ndryhy pak gani tek kjo përgjigja juaj që më lehtë është të ndryshoj një njeri se sa të ndryshoj Shtetet e Bashkuara. Jam shumë dakord me ju se Berisha është një individ, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet. Dhe më lehtë është të ndryshoj një njeri se sa të ndryshoj ajo. Por ka diçka këtu. Berisha duhet punoj për Partinë Demokratike tani. Nuk duhet punoj më për veten e vet, për Berishën si Berish. Unë mendoj se Berisha duhet se me ikjen e Berishës, në rast se Berisha jep dorëheqjen tani, ja nesër Berisha në rast se merr një vendim të tillë dhe tërhiqet nga presioni, nga mënyra se si kërkohet largimi i tij, Partia Demokratike do të arrijë në zvogëlimin e saj dhe do të arrijë në një situatë që asë nuk merret më mend se çfarë situate do të arrijë. Pse? Sepse edhe ajo pjesë që ka mbetur sot që pretendohet se është Partia Demokratike dhe që janë demokratë të vërtet dhe ata që e duan,
janë të gjithë të lidhur me atë me punën dhe kontributin që ka Berisha në Partinë Demokratike dhe mbajtjen e kësaj opozite. Se po t'ishte kjo opozit në duart e Lulzim Bashës, e këtij Ali Beajit ose të Gazmend Bardhit, njerëz që s'ka në Partinë Demokratike janë rishtazi, janë njerëz që kanë ardhur nga Sali Berisha kanë ardhur këtu në Partinë Demokratike, nuk mund t'japin atë që do t'jipte Berisha në këto momente flas për Partinë Demokratike. Pra, unë mendoj në këtë aspekt kur individi apo Amerika, mendoj se individi në këtë moment duhet ta shohin në këtë aspekt dhe në këtë konceptim, që të punoj për Partinë Demokratike jo për veten e vet. Kapitulli Berisha me këtë mas që ka marrë për këtë periudhë, derisa të ndryshojë, nëse ndryshojnë Shtetet e Bashkuara, nuk mundet të vinë në pushtet. Atëherë kjo do të jetë në favorin e majorancës, do të jetë edhe në favorin e grupimit tjetër që e lufton. E lufton me 10 veta, e lufton një parti që ka rreth 600.000 votues. I lufton me 15 deputet. Me 15 deputet të luftosh 600.000 votues, si mundet kjo parti të bëhet? Pra, këtu qëndron edhe ajo që Berisha të bëj partinë një herë, ta rikthej partinë aty ku duhet, aty ku e ka vendin, aty ku e duan shqiptarët, dhe pastaj vetë ajo Partia Demokratike, vetë forca opozitare, le ta zgjedhë kryetarin, le të gjejë kryetarin e vet edhe të dalin krye. Nga informacioni që keni juve, sa votues ka e djatha shqiptare në Shqipëri, në elektorat? Numrin që ka votu gjithmonë, ajo që është tek e djatha tek opozita, është ajo që s'ka lëvizur asnjëherë. 600.000 votues opozita i ka të vetat. Të falenderoj shumë Zotësina për këtë analizë, do të thosha shumë ekselente që i bën politikës shqiptare edhe veçanërisht opozitës, cilën juve njihni shumë mirë, por Zotësina do më falesh, do të kalojmë në publicitet. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.